processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq të TTI-s, përshëndetje dhe mirë se takohemi në emisionin e sotshëm, ku të ftuar kam në studion ton Arber Zeka, psikolog. Përshëndetje mirë se erdhe. Mirë se të gjeta na jem. Ndoshta qëllimshëm, ndoshta pa hiri, por zakonisht kur të kam ty në studio flasmi për krizat martesë, për dashninë, për jetën bashkëtorë kështu me radhë, kështu që kësaj radhe të flasmi për krizën e martesë, pse ka deti që ti më kanë sfundmi disa raporte apo mënoj statistika të frekshme për dikën shumë normale. Kështu që po flasim kësaj radhe për martesën, apo për krizat martesë. Po nashta dhe jo rastësisht, po jo e padomosdoshme. Unë kisha një pyetje të rastësishme me një koleg, edhe pyetja ishte se janë vidisu prindrit për me I dërgu fëmijët te psikologu. Sepse tash kur fëmijët kanë një vështirësi, kanë një problem, deshte ose s'deshte, ti patjetër kemi qenë në vlerësim te psikologu. Po për çështje të labilitetit emocional dhe vështirësive. Edhe përgjigjja jam ke jo që janë vidisu, po ata janë vidisu shumë. Sepse përmes fëmijëve ata po tentojnë me zgjedhë dhe problemet e tyne. Kështu që shumë lehtë për ta është me dërgu te psikologu fëmijën sesa me dërgu veten. Kështu që nashta prind definitivisht do të mundol edhe me menu për krizat që I kanë, sepse mas shumë të afektojnë fëmijët. Kur afektojnë fëmijët, të afektojnë komplet shoqërinë cilën na jetojna. Kështu që nuk është e pakt me fol për familjen, e veçma kur flasim për familjen për krizat në çifte ose njerëz krizat që kanë në vetë. Pse ka shumë kriza në martesat e shqiptarëve? Po nuk janë vetëm martesat e shqiptarëve, nashta, po dhe martesa të tjera, po pse ka kriza në botën moderne. A janë ndjeshmëria për njëri tjetrin, kujdesi që I kemi për njëri tjetrin. Bota moderne po lën çdo shfrytëzime që ka shumë? Bota moderne ka ndryshu konceptet tonë për botën, ka ndryshu konceptet tonë për partnerin. Dhe përderisa ka ndryshu edhe pikpamjet. Për shembull konceptet e mëhershme mbi familjen kanë qenë me rujt familjen dhe mos më ndodhe për shkak kanë vështirësi. Edhe fëmijët kanë qenë shumë të rëndësishëm për me majt një lidhje. Kurse tashmë nuk janë të rëndësishëm fëmijët për me majt një lidhje, është më e rëndësishëm çka unë po nihna. Nuk do të thonë që kjo është gabim, edhe kjo është e mirë që na jena vidisu dhe me I pa ndjenjat tona, sepse kanë herë do lidhje janë me të vërtetë toksike. Dhe nëse pavarësisht si psikolog ti nuk I drejt me thonë ndono, po janë çast toksike, saqë ti me të vërtetë je I prirur me thonë amoni ju koft apo ndoni sepse personaliteti yt me personalitetin e saj nuk janë të shkundër me veti. Dhe kjo ka me vazhduar me prodhu veç konflikte brenda juve. Mirë, po kjo është diçka që do të me ju takon atyne vetë individualisht. Po tash problemet financiare, probleme me identitetin, problemet politike besa, ndryshime I familjes, plot dinamika në jetën e përditshme e bajnë që na me pas edhe numrin e madh të ndarjeve. Nga këto që përmendni, po lindin këto krizat martesa apo? Krizat martesë lindin prej një pyetje. Njerëz nuk e dinë çka dojnë. Edhe në start kur ti do me martu me një grua ose me një burr, më kanë I lumtur. Po çka është lumturia pastaj? Sepse për dikan lumturia është me pas dikan afër, me cilën ti kuptohesh, I cili është pranë teje në çdo vështirësi, kur do që ti bash nervoz ai din me të qetësu, kjo është nështë aja afërsia ose çka ti pret prej partnerit tan. Po çka ndodh në realiteti, ndodh se partneri për shembull pret që veç ti me ka I mirë kuptueshëm me to dhe ajo më ka I mirë kuptueshëm për ty. Dhe kjo pastaj lind edhe konflikte të ndryshme. Dhe normal që kanë me lind konflikte të ndryshme sepse nuk po e dina si partner çka po dojna. Po dojna lumturinë. Okej, çka është lumturia? Se lumturia tek e fundit është emocion. Edhe si emocion ai prodhohet, çu shko më prodhu, prej çati ndërveprimit bashkë që e bajmë me dhonë edhe gruaja ndërmjet veti. Ai e prodhon pastaj lumturinë, atmosferën, edhe raportet e tjera. Kështu që kur na e dim çka po dojmë, okej, po dojmë një partneritet shëndetshëm dhe nuk po dojmë një partneritet I cili siguron veç rahati emocionale të shkurt, po dojmë një rahati të gjatë, atëherë që kjo rahatia e gjatë është me pa prej një perspektive pozitive lidhen tonë, perspektive pozitive nuk I bjen me pa që veç mirë, po me pa edhe keq. Për shembull, nuk do të thonë që partneri me veti me kalu veç mirë, ata do të kalu edhe keq në herë ndërmjet vetë, do të pas edhe konflikte. Mirë, po çka është dashni në këtë rast, kur ata kanë me ditë me zgjedh konfliktet që I kanë ndërmjet veti. Çaj që prind më I pari për dy partnerëve për me ditë me zgjedh konfliktin, çaj është më I miri. Ditë edhe me dashur, po? Po nëse po me dasht
edhe me ditë... Se disa po dorëzohen që është momentën e parë. Nuk po shkon, po bazhurëm, edhe aty për aty po dorëzohet, po largohet ose po shkurëzohet. Për shkak se para se më u martu, na krijojmë ideale mbrana neve. Për shembull, e mendojmë partnerin ideal. Partneri ideal është komet i dëgjueshëm. Partneri ideal është, a di kena me pas një farjetë tepër të lumtur, tepër të mirë. Edhe ti menzi nuk pret me taku ta 7 personin. Mirë, po kur tash kena kriju lidhjen, çaj personi që unë kam idealizuar mendjen tim, sepse idealizimi është filozofik. Kur është filozofik, është në mendje. Edhe ti mundesh me prodhu filma, seriale sa dush. Mirë, po kur ballafaqohemi me realitetin, tash kjo është diçka tjetër. Dhe tash kur ballafaqohemi me realitetin, i bën që nuk është më çaj idealizmi që unë kam pas për partnerin tim. Dhe kjo e bën që tash më uftofon, më u kam më tërhequr, më thon ka dal, nuk qen ka çashtu e njëjtë. Qysh unë e kam idealizuar lidhjen tonë. Sepse normal që s'është e njëjtë, se po ndodh realiteti. Në realitet na duhet me pas konflikte. Edhe mirë, po ideja është se çysh kena me ditë tani me zgjidh çdo konflikte. Dashuria e pakët apo luksi i tepruar është një prej arsyeve që po ka ndamje shkurzime? Po, nëse i dëgjojmë moshat e shtyme, pra nana tona, babgjyshet tonë thonë që luksi ka po pra një çupeshta, gjuni popullit. Hypse të vrava është hypse të vrava. Pra ju keni shumë njerëz që vinë tek ju që realisht nëse i shohim dhe i lexojmë edhe ne këtu në studio që vinë pyetje për hoxhallar, janë arsye shumë të kota, shumë banale pse mund do. Në konceptet tona psikoterapeutike është shumë e rëndësishme individi çka për ta është luks dhe çka për ta është dashni. Për shembull, fale. E ka kerën e mirë, ka shtëpinë, ka banesën, ka punën, ka me hëngër, ka me pirë, këtë edhe 5 zbat rahat. Nona tona as kanë pas, fjala për banesë, për kerë, për këtë që më kanë, edhe që ky luks për mundësinë më anku diçka tjetër. Kush ka thënë që e përcakton gjithë ky luks, për shembull një vetur, një shtëpi, që të mirat materiale që kanë me plotësuar një person. Plotësimi jonë i mbrëmshëm është emocional, nuk është material. Ona materiale është për tjerë, nuk është për mua. Prandaj unë duhet me plotësimet e mia janë të mbrëmshme, janë emocionale. Çaj qetësia që mja partneri ofër meje, pa bisedu, pa më ofruni të mirë materiale, çaj është përmbushja jam. Apo je partner që do? Mirë kuptimi, nuk e pa ta qarta shumë the. Apo je partner që të rati pa fol, pa... Po nëse flasim për partnerin tem, na kena mësuar një rrugë të mirë, dhe rruga e mirë është që qëndrojmë pranë njëri tjetrit në për çdo situatë. Edhe kur s'kena, edhe kur kena. Mirë, po nuk e dim as vetë me përshkru qysh na po dina me najt ofër njëri tjetrit, edhe kur kena konflikte që janë qashtë në dhoja, sepse normal, partnerët kanë konflikte ndërmjet veti. Mirë, po gjithherë kur... Kanë konflikte psikologët? Kur do që... Po vetë qenit psikolog është konflikt, na jam. Po kur do që na ja po mas anës materiale, kjo është konflikt në veti. Sepse nëse shumë botën moderne, bota moderne është edhe shumë mas anës materiale. Ona materiale nuk na ka bën mirë, ona materiale na ka bën keq. Sepse kemi harruar anën tonë të mbrëmshme. Tash nuk i thojmë anën shpirtërore kushtimisht, sepse ana shpirtërore takon aspekte fetare. Po i thojmë atij selfit tonë të mbrëmshëm, i thojmë nefsit tonë të mbrëmshëm. Që ajo është ana e mbrëmshme. Dhe na nuk kujdesemi për çat pjesë tonë të mbrëmshme. Për ata njerëzit në përgjithësi kur i sheh, kërkojnë meditime, lexojnë libra psikologjike, kanë qef reelsat që dalin për Facebooka, që flasin për jetën, që është me ka të lumtun. Po lumturia është ndjenjë, mund është me e kriju. Mirë, po krijimi i lumturisë nuk varet prej anës materiale. Na mundu me lyp të mira materiale për partnerit tonë, mirë, po në realitet nuk është çaja idealja. Sepse partnerët, për shembull, disa partnerët nuk krijojnë lidhjen e veçë sepse thonë unë nuk du me jetu në qytet tonën, po ti dush me ardhur në qytetin tëm. E çka ka rëndësi për dy partner ku kena me jetu? Pse a jeta ka me kanë në njëjtë, për shembull që ka me kanë garancë që gjithë kena me jetu në Prishtinë, jo, ndoshta kena me jetu dikun tjetër. Njëjta është me anën materiale, ajo është diçka lëvizse dhe nuk duhet me kanë sidomos partnerët, nuk duhet me kanë kurrë të lidhun për anës materiale, sepse lidhja për anës materiale e prish partneritetin, krijon konflikt në veti. Dhe partnerët pastaj kanë me kriju ide që ka dalë aty, nëse unë jam i rëndësishëm për veturën, ose unë jam i rëndësishëm për rrugën që unë e kam, dhe nuk ka bron pastaj emocional mbrana çfarë lidhje. E kam mirë apo se kam mirë këta të rinj dhe këto të reja që po ndohen për pak sen apo çysh me vetë? Po çka është çaj pak sen? Se çaj pak sen mund të më ka shumë. Nëse dikush po ndohet për shkak dhunës, ka drejt plotësisht mund ndohet për shkak dhunës, sepse dhuna sistematike ka lënë din me kanë edhe më e keqe. Pastaj edhe ekspozimi i fëmijëve tu ndaj një dhune të caktuar, kjo është e tmerrshme.
sepse i shkatërron traumat e konflikteve prind që i kanë ndër me vetë, i shkatërron fëmijët. Kështu që na mundet me ka pak sen i shuplak, pa e shumë sen që e shuplaka. Sepse partnerët shpesh më dinë me thonë, po ka da bëj sen si bona, e shtyva, ti kësaj radhe e ke shty, po herës tjetër çka mundet me ndodh. Kështu që pak sen varet çka është çaj pak sen. Pak sen në qoftë se nuk më ke kthy mesazh, atëherë kjo tregon sepse nëse jena ndo, për shkak se s'ma ke kthy mesazhin ose s'm ke tregu ku je, kjo tregon mirë që jena ndo, se na nuk jemi për njëri tjetrin, sepse nuk po dina me komuniku. Përdisa s'po dim me komuniku dhe po kem kërkesa banale për partneritetin tonë, se ç'është mos i njëri me tjetrin, atëherë shumë më mirë që jena ndo. Edhe pse kjo është pak sen, një mesazh, një foto, këtë tregon për pasiguri. I vanun për punës, nuk vjen kohën e duhur. Po për këto janë ndryshimet që partnerët do të me ditë me i zgjedh njëri me tjetrin. Sepse edhe nëse janë vanu për punës, partneri tjetër ka drejt me ditë vanesën tënd. Mirë, po nëse partneri, për shembull këtë rast burri po vanohet dhe gruaja ku ke dhe vazhdon vazhdimisht me potencu dhe me bë këtë pyetje, atëherë kjo mundet me kanë një stres tepër i madh për partnerin, që mos me mujt me e duru, edhe ka drejt mos me mujt me e duru. Ku mundet marrë burri ose dhe gruaja kanë punë diçka jashtë orarit punës. Apo duhet më arsyetu me cek që po kam taku me arbëzekën sepse kam një takim me to për çështje të caktuara. Krejt varet prej partneritetit që është ndërtuar. Sepse sigurisht, për shembull, na imi me partnerin e vet janë të mirë kuptues, s'kan pas nevojë më ulë dhe me shkruajt në kontratë. Edhe e din që, ai ka më shku në ora 8 dhe në ora 4 e ka punën, dhe mas 4 ai sigurisht vjen në shtëpi. Mirë po, edhe në qoftë se s'vjen mas orës 4 në shtëpi dhe vanohet deri në 10 natës, përafërsisht partneri e din ku është partneri tjetër. Dhe nuk ka nevojë me raportu. Mirë po, kjo është bën për shkak se ata dy kanë gjetë mirë kuptim njëri tjetrin dhe kanë siguritë njëri tjetrit. Gjithherë pyetjet, ku ke, pse u vanove, pse nuk erdhe, ose janë nevojë e partnerit për me marrë vëmendjen e partnerit tjetër, ose janë pasiguri e tina personale në karshi i partnerit vetë. Nëse unë menoj që partneri jam po më tradhton, atëherë frika më e madhe është se unë jam i pasigurt në veten tëm. Unë jam ai që muj me tradhtu, jo partnerin cilin unë po xhelozoj, sepse ai që xhelozon është më i rrezikshëm se ai që nuk xhelozon. Në lidhjen e qytyne gjana për shembull, se partnerët shumicën e rasteve ndahen për shkak të xhelozive. Albër përmend pak a shumë rilcat. Pse ka shumë shkruhet, thuhet, recitohet për dashurinë, për jetën bashkëtorë, për lumturinë. Dhe pse ka shumë i besojmë në rilcave, kur ne mund ta bëjmë atë, e kemi ndjatë gruan, e kemi çikën djalin. Po prap lakmojmë, domethënë, na pëlqen intra mrapa që është pak si dhëmshme ose përshtatshme për thonjën, dhe meditojmë ose analizojmë se ja ku ka si njerëz. Pra, qoftë me dash, me sakrifiku, ku ka si njerëz që ka bërë për burrin ose për gruan ose për fëmijët, kurse ne kemi babën, nanën, burrin, gruan afër dhe këta po bojnë për neve. Po, tash varet krejt koncepti çka është për dashurinë. Për shembull, konfliktet kryesore janë dashuria, koncepti që kemi për dashurinë, çish mendojnë çka është dashuri. Për shembull, çka ti mendon çka është dashuri, nuk mendoj unë. Çka mendon çka është dashuri, nuk mendon partneri jam. Çfarë është dashuria në aspektin psikologjik? Po nuk mundu me thonë një definicion të saktë, mundu me thonë definicionin. Po prap individi jap kuptim çati koncepti. Nuk jap për shembull fjalore. Edhe njëkohësisht është drejtësia dhe dashuria janë anon. Drejtësia dhe dashuria që janë koncepte në cilat na jetojna. Metodë çdo ditë. Edhe mirësjellja dhe sinqeriteti. Këto janë konfliktet më të mëdha që njerëzit i kanë. Për shembull, koncepti që kanë për dashurinë i bën që për shembull unë mund me pas koncepti për dashurinë që unë nuk do të më fol hiç dhe pa fol, gruaja do të më kuptu. Sepse na duhen me vete dhe dashnia jonë do të më e bën. Apshin nuk është mirë, po dikush mund të më thotë dashuria është sakrifica që unë e baj për partnerin tim. Çto ndjenjat e mira që unë i kam, që kur të takoj gëzohna, lumturohna, atë janë ndjenjat mrana për meja që gufojnë. Tash për dikan mundet me kon kjo aspekti vindjena dhe për dikan mundet me kon kjo aspekte tjera për shembull pritjes, sakrificës edhe gjanat e tjera. Kështu që dashuria dhe me dashuru dikan është koncept tepër i gjatë. Kjo për shembull të rit që thojnë pe dashuroj filanin edhe po du me kriju lidhje me ta, kjo nuk është dashuri, është simpati, është tërheqje, është përmbushje afat shkurte. Sepse kur është dashuri është kur na jemi martu, edhe si rezultati martesës tonë, kena prodhu frute, fëmijët tonë, edhe tash
Na po dina me menaxhu edhe me fëmijët, po dina me menaxhu me financat, po dina me menaxhu edhe me konfliktet tona që i kena. Çtash flasëm për dashurinë, sepse tash po sakrifikohemi për njëri tjetrin. Kur e la gjithçka për familjen tëm, kur e la edhe kohën, e la shok, nashta e la adin, po di tash me kriju një lidhje të mirë dhe të shëndetshme, po kam një raport të shëndetshëm, sikur të mirë, sikur të keq me partnerin tëm. Kur sfidohet me të vërtet, kur vjen sfida, a e du, as e du, që atëherë mundë me folë për dashurin. Për ndryshe flasëm për simpati, flasëm për tërheqje, flasëm për përmbushje, mi përmbush disa nevoja tona të caktuna që i kena, për nuk është dashuri. Dashuri është qaj mirë kuptimi për mrena që i kena. Tash qysh me kuptu edhe ma thjesht këtë pjesë, kur i thu dikujna kanë edhe mas shumëte, edhe se e pyet për shumë për fëmijët, e thua, për qysh e din që e dënë. Përshen, nuk mund është me dha një koncept sakt për dashnin. Ti thjesht e din mrena vetës, e din edhe pse nuk i ty e dit, po e din që diçka ka mrena që ato mrena teje. Pra që është dashnia? është emocionale, nuk është racionale. Racionale është, të du se ti ki veturën, du se ti ki rrogën, të du se për nestejon i plëtsej disa interesat mi të caktun. Po kjo nuk është tash dashuri, kjo është diçka këj tjetër. Pasojat të ndarjes tek një qift, kush huan ose kush pëson më shumë burrja apo gruaja? Po natyrshme është me, kur ndahen qiftet në një veti, natyrshme është që meshkujt me pësu këto ma shumë se sa pësojnë femnat. Për shkak se meshkujt kur krijojnë një lidhje, janë shumë atë sinqert ndaj qasoj lidhje. Jo që janë sinqerta femnat, zotëruna, nuk më keq kuptu, sepse ato janë sinqerta në lidhen e tyne. Po meshkujt japin ma shumë mas lidhjes. Meshkujt janë tregojnë ma shumë, sepse një mashkull e ka shumë të vështirë mi thot dikuj që e dan. Po kur ti thot, ma nuk tërhiqet për fjalës të vet. Përderisa dhe femnat e thojnë që dën, pa të janë ma emocionale, e përsërisin ma shpesh. Është ma e natyrshme, vjen shumë ma natyrshëm. Kurse meshkujt kur kanë bën që me dalë emocionet e ty në jashme, tash e kanë shumë vështirë me e pranu, dhe i sot me e dash dikan, tash e masmus me e dash dikan. Po normal që një jeta mundet me na servu njerëz ma të mirë se sa i kemi pas partnert, na nuk e dina. Po çka është më e keqja, partner kur ndahen, për shembull deri sot na jena dasht, tash e mas nuk po duhum. Ku për neve tash krejt këto ditë që i kena kalu, këto vite që i kena kalu, ka pas kanë qenë të këqija, na sipas me dashur një tjetrin, e se kena ditë. Kjo nuk është e vërtetë. Sepse gjithçka që ka ndodhur deri në momentin kur jena nda, ka qenë e nevojshme dhe ka qenë dashni reale që i kena pas njëri me tjetrin. Mirë po, ka ardhur për shkak se nuk kena ditë me zgjedh konfliktet tona, dhe dashnë na duhet me nda rrugë tona. Dhe tash e mas na nuk e dojmë njëri tjetrin. Por nuk do të thonë që s'kena kalu mirë deri në këto momente bashkë që kena qenë. Sepse shumë shpesh edhe meshkujt edhe femrat e vujnë që të pjesë. Hu pa kohë mas tina, që sa vite kalova. Ka qenë e nevojshme. Nuk kanë qenë emocione të rrajshme, kanë qenë emocione reale. Mi po, ka ardhë dhe është sfidu lidhja, dhe kur është sfidu lidhja, pastaj normal që ka ardhë dhe të konflikte. Por burrat vuajnë më shumë. Po se pranojnë. Se pranojnë. Po se pranojnë. Sepse femnat se po thojnë a vujnë ma pak, një që zvujnë, po janë të gatshme me nda vujtja me një shoqe, janë të gatshme me nda vujtja me familjartë, janë të gatshme me nda dhe me tjertë dhe me marrë menimin të tjerëve qysh me te i kalu qatë situatë. Kurse meshkujt janë ata që e majnë mrena emocionit, i mbyllin emocionet e tyne. Dhe që kjo tani i ban ata meshkujt për me i vujt ma shumë, sepse jetë mrena tyne, nuk del jashtë, nuk zgjidhet. Por kush dëshiron më shumë? Burrat a gratë, apo femrat apo meshkujt? I dashuruari. I dashuruari. Ai që dashurohet, ai dashuron ma shumë. Po tash janë meshkujt a femnat, nuk e dina cili është ma shumë. Tash statistikat mundën me thonë që ata që dashurojnë kështu me raj, mundën me konë meshkujt, po që ata që dashurojnë dhe din me dhanë dashuri, janë femnat. Femnat janë shumë atë kujdesshme, din me dhuru dhurata, din me e bond interesant lidhjen, dhe din me të regu që e dojnë dikan. Kurse meshkujt janë ata që e majnë mrena për mrena dashnin e vetë, edhe me vra nuk mundet me thonë grus, të du, të kam shpirt, veç kur ka na interes të saktun, dhe nuk e thot në forma tjera. Kështu që apshep tash të dytë njëkohësisht duajnë, edhe të dytë njëkohësisht dashurojnë, mirë po aja forma që e shfaqin, është ma e lehtë kur femnat din me shfaq që të dashurin dikujna, për shembull këtë rast partnerit vetë, se sa meshkujt.
Prandaj janë edhe ato humorët që, për shembull, një mashkull thotë po tham e du të hujt e nuk e du leqë se du në temen, po kanë shumë vështirë me i thonë partnerit që e dënë. Por kemi edhe shumë rasën, nëse mund të themi që i bim pishman, qoftë gruaja, qoftë burri që janë nda. Pra e bim pishman pëndohen kushtimisht edhe kam humbë një person me vlera, ka qenë gabim i vogël, që është dash marrë se tu, mu diskutu, mu analizu. Edhe në realitet ka humbë një person me vlera. Pse duesh mu nda, pastaj mu pëndu? Kur ki pas parasysh që ki pas rrugë tjera, alternativa tjera që me... Apo nashta masi që nda ka po që ka humbë? Do të me krejt ata që kanë me këshillu një qift, ndaj o mësë së ndaj, do të me pas në menen një diçka. Mirë po, dhe qiftet cilët kanë me këshillu vetën, po ndahna ma mirë se sa me ka një bashkun, do të me këshillu vetën në diçka. A i kanë zgjedhë, a është i gatshëm me bondamin, ose së është i gatshëm me bondamin. Me dhoni një hapësirë vetës dhe vetë, me kuptu pse po e kërkon ndamjen. Edhe ai që i ka këshillon dikan për më nda, edhe ai do të me dhon hapësirë të këshilluarit në këtë rast, që me pa ma për afërm arsyem se këta po dojnë më nda njënin për tjetrin. Në qoftë se nuk janë shterë krejt mundësit, atëherë nuk është në rregull me nda. Do të më shterë të gjitha mundësit, pastaj ndahmi. Sepse partnerët, momenti kur janë bë bashk, do të me konë të gatshëm edhe më nda njënin me tjetrin. Mi po, jo veç më nda hop shkon rrugën tone, po më ull njënin me tjetrin, sepse i janë njerëz të rritur. Pastaj njerëz që kanë fëmijë, janë bë prenda dhe nuk dini më ull me fol njënin me tjetrin, a ndahëm as ndahëm. Kur ndahen partner, do të me kohë të gatshëm, më ull dhe me fol, me diskutu edhe më marrë vesh që po ndahen. Dhe ju më ndahen në mënyrë, për shkak ata s'po kalojnë mirë njëri me tjetrin, edhe tash për shkak s'po kalojnë mirë, çati konflikti ka po ndahen. Dhe tash hop se tash ti je shumë i keq. Pra do të me kohë të gatshëm me i komuniku çdo gjëna, edhe kur ndahen ndërmjet veti. Lema adin mirë po tash për shkak mos më ardhte që kjo situata ku nuk mundu me najta shpanjani me tjetrin. Sepse konfliktet janë rezultat shumicën e rasteve që s'dina mu ull edhe me fol haptas. Me fol haptas i bjen unë me pranu që jam fajtor edhe ti me pranu që je fajtor. Mirë, po natyrshëm na thojna, po bre, shiko, unë e kam faj, po s'po ta bre faj, që unë nxite, që ti pethu këto dhe prap dolëm te një faj me hudh faj ndikun tjetër, edhe pse kena pranu faj. Kështu që do të me konë të hapën partner njëri me tjetrin edhe me thonë, po, e kuptoj, e di që po të baj mu një keq, e di që edhe unë muj me konë faj, sepse te partnert, kur nuk është faj veç njëri, gjithë janë faj të dënë. Njëri ka gjithë faj ma shumë. Njëri është normal, ma i kesh në lidhje. Mirë po, prap 50 me 50, sepse partner du të me mësu njëri tjetrin, me eduku njëri tjetrin, që është musil me njëri tjetrin. Dhe jo me prit që tash ka dalë, ti dush musil mirë me mu. Okej, që është kësha mujtë musil mirë me ty, që kësha mujtë me ndryshu sjelljen, një mam, se s'po di. E kur jena të gatshëm tash me ndihmu njëri tjetrit, për mi ndrejt që të sjelljet njëri me tjetrin, atëherë kena me të kohë të gatshëm edhe me të i kalu situatat konfliktuoze që i kena një jetën tonë përditshme. Kështu që nuk do të me marr haz me njëherë thujmë plesht kanadin, na me njëherë po ndahemi. Jo, do të më ullë dhe me diskutu. Dhe nëse se diskutojnë me dikan i cili është neutral. Nuk thot e ki mirë na jem. As nuk i thot asajna mirë e ki. Po, okej, thot a dhe dyqysh i kem do njerës që për shumë vlavë mundet me ta majtë anën, motra mundet me ta majtë anën. Po është dikush që të keq e ki, vëlla me të lashën po keq e ki, gabim e ki, dëshmo përmisu. Po do të me konë një person, cilin te këshillan me konë neutral. Sepse nëse këshillosh me shoqet e punës, normal shoqet e punës, shpesh din me unis prej vetës të vetë, konfliktet e veta që i kanë, me tha okej, çka po e duran. Shpesh kena mrana familjes, antarë të familjes cilët nuk janë të martun, edhe konfliktin e vetë, ka dalë, unë në rahat jam i pa martun, rrëdhët i pa martun. Kështu që e bartum konfliktin tonë e bartum të tjetër dhe s'dina me këshillu. Kështu që kur këshillohemi, sidomos atë ndahëm, do të mu këshillu me njerëzit që janë kompetent. Mirë, po në qoftë se janë profesionist, atëherë të paktën që ata njerëz me pas një rol neutral në jetën tonë. Dëgjojmë shpesh kam ankth, kam stres, po mund me qëndru bashkë. Pra, është ankthi arsye që më ndo prej burrit ose për grus? Po, ankthi është arsye që nuk po dimi të regu burrit ose grus që japon vëmendje. Kështu që unë kam ankth, sepse po kam nevojë për vëmendje. Jam depresion,
ky problem shpesh, sepse po kërkon vëmendje. Ankesat tona psikologjike, sidomos ankesat e onkthit, edhe ankesat, përpos që kanë arsye tjera, një pjesë arsyeve është edhe nevoja jonë për vëmendje kur flasëm çifte. Tash mos përshtatja nashta me çiftin, edhe ai mundet me prodhu ankth, ose me prodhu depresion, ose me prodhu stres të caktuar. Kështu që nëse pesho që jam na me partnerin ton, do të me kanë të gatshëm me diskutu gjithçka, edhe ndjenjat tona të mbrëmshme. Njëri më shumë, tjetri më pak, nuk është të rëndësishme. Po me ka të gatshëm, nëse po të munën diçka, nëse tu ka kriju ndjenja që po ki ndjenjen dhe po dyshon diçka te partneri, jo dush me ka i gatshëm i thon partnerit tan që jam të dyshuar që ti më tradhtu, jam të dyshuar që po do më mlan. Jam të dyshuar që ti po bën çto. Po ka dalë se s'pe bën çto, jo, thjesht është ndjenjë me ana meje. Mos u ni arsysh, a din patjetër me u arsyetu, po është një ndjenjë me ana meje dhe kjo nuk është e rastishme këto. Mirë, po mos gatishmëria jam me diskutu gjithçka me partnerin, atëherë kjo ose ky stres i dyshimeve të mia mund të më shndërru edhe në ankth. Dhe kështu që ankthi ose është rezultat që i problemeve të mia në jetën përditshme që s'di mi dhon rëndësi vetes tam, edhe mirë, por nëse po ndodh për shkak të partneritetit, atëherë thjesht partneri është të kërku vëmendjen e partnerit tjetër. Sepse në ankth, në realitet, partnert do të më ndihmojnë njëri tjetrin. Në vështirësitë psikologjike partnert i ndihmojnë njëri tjetrin. Mirë, por nëse nuk është të partnert, çaja kimia për me kuptu njëri tjetrin edhe pa e diskutu edhe pa fol kur e dim hallat e njëri tjetrit, atëherë çaj partneritet atë do të me diskutu, do të më mësu dyqysh, do të me gjetë një rrugë që ata pjekën me veti, sepse për ndryshe nuk është kualiteti i mirë i lidhjes tyne. Por kam edhe shumë pyetje, po s'kena shumë kohë, kështu që faleminderit që ishe pjesë e këtij emisioni. Të shpresuar që kena më taku herë të tjera dhe jo më temën e dashurisë apo të martesave. Nashta herën e ardhshme bojna çysh me gjetë partner, sepse shumë njerëz po kanë vështirësi me gjetë partner. Mos zgjedhin shumë. Se tash po është tipe ban shumë të lehtë mos zgjedhim shumë, po tash nuk ka një jetë pa përkrym, domethënë secili ka mitet e veta, gabimet e veta. Po veç secili lypat kallopin e vet. A nuk mundet me vendos për du po më pëlqen edhe kaq? Në emisionin tjetër. Tash shikën parë. Faleminderit shumë. Të nderuar me çka për këtë emision takohemi nesër deri atëherë më mbeq. Kush janë ekspertët që